Njihuni me 5 gabimet që bëni gjithmonë me zgjerrjen e makaronave, prandaj nuk dalin si të restoranteve. Gatimi i makaronave duket si gjëja më e lehtë në botë. Fusni ujin në tenxhere që të vlojë, pastaj makaronat i zjeni aq sa të shkoni në paketim. E ndani në disa pjata, hidhni salcën dhe darka është gati, e thjesht apo jo. Mirë, e vërteta është disi më ndryshe dhe gabimet në gatimin e tyre janë të shumta. Kështu që do të përmendim disa metoda të cilat italianët i konsiderojnë se janë baza e çdo gjëje, por në të është edhe risi. Këto 5 gjëra nuk duhet i bëni kur gatuani makarona. Shtimi i vaj që të mos shëngjiten. Kur i shtoni vaj, e vetmja gjë që do të ndodhë është se ato nuk do të krijojnë edhe kompozitetin e duhur për të qenë edhe më të këndshme. Mendoni që nuk ka nevojë shumë ujë dhe kjo është e gabuar, pasi kështu nuk do të zihen. Rekomandohet që të përdorni 4 deri në 6 litra ujë për 1 kilogram makarona. Prisni që uji të vlojë. Kur shtoni për herë të parë ose gjatë zgjerrjes, uji i vluar pengon që makaronat të ngjiten dhe ndihmon që makaronat të lirojnë aromat e veta më të mira.